vetëm me ty Po dhe me çdo njeri do të janë gjana që i ke ba, o tanë. Nuk mund kërkosh mu falje. E preku fizikisht tanin kjo si gangster. Kush? Aj, i preku mikrofonin. Ma unë në tokë mikrofonin shu? Ne, se i bani presionin e ditës. Presionin e ditës e hangri, kjo i po drill. Po pra, po. Se para ti s'kape sa e ka muskla. A e more vesh muhabetin e pisët të mirit. Tanë fortë. E, se e la muhabetin ke miri që tha babajve qohu Selinës, qohu nga krevati. Pra ti pretendon. Ti e dal në mbrojtje këti. Jo, Ky praktë të mund. Ti pretendon që babajve do të qohu Selinës. Imagjino, armiku më i madh as dhe ne bim dakord që ti do të dalësh jashtë. Pra, ti pretendon që babajve do dilte aty të thotë Selinës hik pra ne, që funi Selina s'po dëgjoj aty, por në vendin Po pse unë çfarë bëj aty? Po a kuptova. Unë çfarë bëj aty? Ti po e mashtroj atë, sepse ti Po ajo po mashtronte mua. Si po mashtronte ty? Po. Si po mashtrohet? Po si po mashtrohet? Burri 50 vjeç. Po mashtrohet gota 23 vjeç? Po normal që mashtrohet, sepse normal që mashtrohet burri. Po pra, sepse një burr. Po si u mashtroi 23 vjeç ajo thotë jam luanesh. 50 vjeç. Çdo njeri që mendon se rrim bashkë po këto dy. Çfarë kanë të dy që frekuentojnë kaq shumë njëri tjetrin? Atëherë thuhet kështu që ajo vajza, Rinat e Djani, se ka shumë lek, që kjo është pensionist. Ky është pensionist. Do më thënë ai vajza ri me mua se unë kam shumë lek. Ka shumë lek, kur është një njeri, ose e mashtron dhe i thotë që do të çoj në finale. Pra, ti e mashtrues. Dhe babaj Selinës mendoj që e di shumë mirë kush është. E di se e ka rritë me Selin, e ka rritë me donën e vet, dhe e kam pa dhe tezën e vet kur kam qenë jashtë, kur thoshte në emision thoshte, unë e njova të vajzë, kur nuk e bona të gjohë. Dhe unë që isha me vetën time. Atë gjën me ty që të vazhdoj krevatin. Ta të vi koha tha që ajo do t'ja vej shkembin, do t'a vulli shkembin, hike ti nga krevati. Jo ajo që ndroj prap, dhe ajo prap po vlen atë krevat. Kurse ti rritu shkule për krevate. Po çfarë lidhje ka me fillimin? Ka shumë lidhje sepse ajo pra i ka unë nga krevati. Po normal. Fim fal tu që ka mashtruar të gocë. Atëre, po them të tjetër. Se i ka unë nga krevati. Po pra, po sepse të detyrove. E lash pra. Si ti la? Si ta la, kur tha babai vet. Nuk mlaqjo, me thonë. Nuk mlaqjo, si ta la thot. Kur tha babai vet. Selin ti duhet rish aty, se të joh shumë mirë. Jo çdo lloj mashtulli. Kushdo që të afrohet, ti s'ke asnjë lloj ndjenje. Një gjë ça flet. Po. Çfarë? Një gjë ça ti them. ishte zgjut. Po një gjë ça them. Po ti je mërzitur. Po mos ta njifte vajzën e vet. Do thoshte çau, sepse ajo është ordiner do me ta marr fytyrën. Pra i tha, ti Selin do rish aty, sepse të njoh shumë mirë dhe do vi koha që ai ordiner do çohet nga krevati. Ta ku çove. Kaç kisha. Mirupafshim.